Dhe jam mëngjesim e zakonshme të shër me farakia, me pjeshk edhe me moll. Të zakonshmen që mos na shëndoshet barku. Dhe përshëndetje. Sot po nisim vlogun që të dy, unë jam Ersi. Në mandi. Dhe mirë se erdhët në kanalin tim, ose tonin, timin. Që kështu mos na e kurceni një like, një koment, një subscribe, një share. I kemi të nevojshme që të rrithemi sa më shpejt. Tani neve po ikim tek shtëpia e gjetheve. Unë hëngra mëngjes qyshua tregova, ju kërkoj falje për zhurmë në makinave. Hëngra mëngjes qyshua tregova pak më para. Sot është diela e fundit e muajit, do të thënë diela e fundit e gushtit, që kështu shtëpia e gjetheve është falas. Edhe nëse të rast e gjumë, falas. Pa, falas na pëlqen të gjithëve. Falas 500 lekë me 1000 lekë të rast e gjumë. Po, këto gjërat me pak lekë na pëlqejnë që të gjithëve dhe që të jenë të bukura, se bileta në përgjithësi është 7000 lekë. Tani po ikim, që t'ua tregojmë edhe juve që ato kemi mundësi të filmojmë, sa aty brenda nuk lejohet të filmosh. Ja. Po ne do filmojmë klandestin. Po, që kështu, po ikim. Jemi tani, mu të ikish puna ime të facile. Unë s'me të kam facilës. Ka qenë call center mirë për ka i sa zjati. Po. My king. Dhe për të hyrë të shtëpia e gjetheve, po ishte falas, por vetëm se duhet Maska, që shumë vetëm ble maska dhe po ikim direkt. E tua shpjegoj, shtëpia e gjethes ndodhet mu përballë kishës ortodokse, e ka hyrjen pak të çuditshme dhe të vogël, sepse ka qenë një shtëpi sekrete, tu janë bajt sekretet e shtetit, dhe është kjo këtu. Shikojeni? Ja orari. Ja si është shtëpia e gjethes kur hyn, ja që ka gjithmonë mbrapa murit. Po e për një video si më shefta, se më vjen plasja mos të trokoja këtë fundin. Dhe tani po vazhdojmë ta shikojmë, po kap vetëm këtë pjesën e murit. Çfarë më thonë gjë? Andi po më tregon krevat, mos ul. Kështu e ka pas Andi krevatin, kush është kurioz. E shikoni akoma ka gjethe sipër. Dhe vazhdojmë, do ikim tani. Andi futu aty mrena. Futu ta mbyllun derën të lë aty. Nuk arri aty? Kjo ishte dhoma e evakuimit. Do më thënë kjo mund të mbante 8 deri në 9 persona. Futu Andi. Hesa mbyll derën. Hajde, mos ke frikë. Ashtë të ushme me ju? Kjo mua më ka të nëziteroni që më më të shumë. Ka qenë dhoma e evakuimit. Do më të shku se ka të shumë. E tani do më të kamë se më të Sa freska qeja. Unë dhe Andi për ndër gjysoj. Këtu qeja për tarë për të ne, djelave. Që freska. Po që të rrësh këtu se që ka një të ndjesie shumë. Që ka një ndjesie. Po Andi që ka një derë këtu i futu tjetë. Që ta unë më të. Që ka banjo. Banjo ala të rrëshë. Se i kom rama kokë, botë. Më shkëllë këto, si më në kërë. Unë si këto të aty, si supozoj shumë tipja këto. Nuk është, kanë qenë në kallë. Unë i pina i natë jotë, botë. Jo, nuk e të do.
Fol, please. Ishte historia Prit, kështu. prit se nuk dukesh mirë. Ha, prit të dukem dhe una. Dëgjoni ju lutem. I them Andi se jemi të tymi dhe këtu janë qoftet halal dhe janë super të mira. Ai lokali ku kam shkuar me Rejan. Edhe i them Andi, do marrim bukë me qofte dhe kjo që më shef kështu thot. Pse të hahet ty thot shumë, tamam kështu. Pse të hahet? Po thash ta marrim një tash apo marrim sanduiç me kakaleca. Andi, do të më Mirë thosh. tash unë të marr bukë qofte dhe patate dhe salcë. Do më thënë më pas i indinjum i shekullit, thoj ti sikur që i thashun, dhe pastaj tha mirë tha, unë dhe marrë që bërë shumë shumë. Kështë edhe pretendime, nuk do marrim asnjë, do ikim në shtëpi. Tani, Ne tani do ikim do bëjmë pazarin, se nuk ua të regova. Lutem, do ikim do bëjmë pazarin, edhe di që më tha Andi. I shikon ku jemi, tha ku do vem, nuk e marrë gomar, tha ke marrë dashur. pati ta kemi shpinë komun Parisit, edhe do ikim do bëjmë pazar të rruga Kavajës. Po, sepse këtu ka disa fermera që sjellin qëra dhe i ka shumë të mira. Po, kena arxhu 400 ka autobus shku, 400-800. Unë kam bler abone dhe ata e din që unë kam abone. 1600 lekë ne dhe do i marrim këtu. Mos rre se unë kam abone. Dhe vajtëm të pim kafen, që sa kafe bukur. Është kështu. Shikoni sa e bukur. Mos bëj si i mirë se nuk du sheqer. Oh, sa harrova që se pi pa sheqer, o zot. Harrova. Ti shko sa i mirë. Shko sa i mirë jes as mban mend që unë pi kafen pa sheqer. Sa i mirë jam që duhem me Ja pra po më shërben, po e t'razon. Ka Petrazë, sa s'ka si qoftë. Ishim me Andin, po s'kishte shumë gjëra që kështu morë vetëm tranguj domate të patate, se ishte mbyllur tregu, se ishte diel tërë ka nikur. Edhe tani i thanë një shpreje që Andit si pëlqeu fare më thënë drejtën, se unë i thash Andit që është edhe për ty ajo shpreja. Tha ajo gruaja e burit të thaj, sepse kisha arru me bli diçka këtu dhe i tha, kush nuk ka kokë ka këmbë, dhe kjo shpreja vlen për Andin. Kush nuk mban mend dhe nuk ka tru, ka këmbë që të ecit vedi marri, pra, dhe nuk u shtrëmëruja të tregoj surate. Edhe u knaqe se domethënë. Vdiq. Ai që çmali. U kënaqë, normalisht u kënaqë se lente fiks fare për ty ajo shpreja. Punoj qikë se s'ka punu. Do bëjmë spageti në mish të grirë. Edhe po hedhim qepën dhe hurë me ranë. Me qoftë se s'kush një qep, ju këshilloj që ishte pak frit. Edhe mos u vishë që dami kamerës. Që të ishte një pak frit, që të mund të zbusni, të abrisni qepën që shtonë. Edhe po s'kushim qepën bashkë me hurë të rënë tane. Dhe tani do i hedhim mishin e grirë, ne preferojmë mishin e grirë të kazaz, mishin. Duke qenë se mishi është i grirë, në të tillë rast, unë preferoj që të jetë pak ujë, që dhe të ketë mundësi të nxjerrë. Dhe mishi i grirë u skuq, i hodha pak rozmarin, që doja heq, ka hodha një deg të tërë. Nuk e doja këto pas e doja hiqa. I hodha pak qeri, i hodha një erës për mishin, edhe i hodha pak piper. Tani, do jetë di salsën direkt. Vuajtëm një orë gjysë se na u prish kjo e kavanozit, e po jerim dhe ratën. Ja që që. Normalisht si nuk o qire që jemi, këtë mbushim me ujë edhe rrotullojmë edhe hedhim prapë se nuk do e flasim. E për si jemi. Dhe në fund fare se nuk mjafton të makarona me salcë, po duhet i hedhim edhe një panë të tërë që ta bëjmë bombë fare të rëndë për të dielën e sotshme. Ja hodha tërë panën. Do e bëjmë një lloj stili si boskajole, po pa kërpudha. E ja, do e përzjej dhe del super e shishme. Ja dhe makaronat, ju kemi hedhur edhe djathë sipër. Andi na ka hedhur kola në filxana dhe tha gota janë këto, tha. Është sa të shishme, Andi, të lutem, ke nderin, testin e zakonshëm. Sa Andi na teston ushimin, shiko si, që s'more lukti.
Shumë mira po. Ha, testoj. Ta pa më varsin e floririt. Si nga bëgjë. Shumë mirë po. Arso ti i qanë nuk e vendis të fare. Po qa ka që nuk shkon se u shtërmërove njërë? Jo për zotin. E shumë e mirë. Po shumë mirë. Nuk në ka lavdëruar mjaftueshëm, si mendoni ju? Ka pëlqyer Andit apo jo? Po. Shumë mirë vërtet. Dhe unë e lash përgjysëm, nuk e hën kam dot më. Kurse Andi ka drejt fundit. Do e ashtë të gjithën? Unë do e do e fusë për kërë ta marrë nesër me vetëm punë, po punë. Ne po dalim, se do ikim të xhirojmë videon historia jonë e dashurisë, që ju do e shikoni të mërkurën, dhe Andi ktheu pak të lutem. Si është? Ka marrë llokume se i ra nepsi me pistaki. 15.000 lekilja. Ky është grua me barr, ja. Shumë mirë. Ai tregoj pak të lutem. Ja, rrotulloj çik ti sikur e ke kështu. Unë dhe Andi jemi në një kërkim të një vendi të bukur që mos e ketë zhurëm, e të na bjerë dielli për të bërë videon. Kam marrë një super gjë, një super gjë, kush i ha fasulet e njoma. Më thënë këto hapen dhe janë fasule brenda, unë i adhuroj këto tani. Edhe do i pastroj dhe do i bëj. Dhe sot kam vendosur të bëj qofte me patate. Qoftet me patate janë receta e preferuar e Andit. Kam hedhur patatet që i kam zier, po ta shikoni, ju kam hedhur sipër djath kaçkaball, qep, majdanos, një kokërvez që ka rënë andej, edhe që kam hedhur tjetër majdanos, qep, hurdhra, gati një hurdhër të tërë, vezën, patatet, krip, piper, edhe këto. Dërgja me mirë dhe tani do e përzjeni. Patatet i kam zier dhe i kam shtypur, shikoni. Super të shishme. Të lutem Andi, tregoj çik sa shefi ke ti këto. Marojnë vetëm. Ushqimi im preferuar. Ja dhe tani po i skuqim, i kam bërë në formë qofte dhe i kam endë gigant të i skuq. Se po ngjoni çdo gjë i preferuar me avokado është për mëngjes me vezë. Dhe ky është direkt dark i hajdur. Edhe mëngjes po ja bëre ha. Po. Ja dhe darka jon se i pas ka ngacmuar Andi. Perimet të skuqura me vaj ulliri. Dashuria Andit. Qoftet, si janë bë qoftet mirë, si janë bë sot? I qam. Ja, super të mira. Ti bosh ti qoftet i qam. Të qoftet janë super të shishme, duhet ta provoni recetën. Merrni burrat me të mira me këtë çajin e burrave. Kush ka burr, kush nuk ka? Ti çaj për vete. Po, ti çaj për vete. Ja dhe sallata me domate, me kastravec fshati, shikoni ky kastravec i famshëm i fshatit dhe qepe dhe limon edhe vaj ulliri. Edhe krit. Dhe kjo është darka për ne sot. Super i lumtur, edhe buk për Andin. Dhe ja fasulet që i shkoshi Andi, dhe i shkoshi dhe tha nuk më pëlqen dita që rri gjithë ditën tu gatu vetëm se shkoshi fasulet. Shu tha për zotin. Baby, we got something special. Ain't nobody else on our level. We got this thing nobody else does. No. Oh. Përshëndetje. Dhe unë jam me Bonën, se ju më keni pyetur, po Bona ka qenë me pushime dhe mu më ka lënë të vdes në punë. Nuk erdhi vet. Nuk vajta vet, jo, nuk është se të ftuar. Ashtu ulëm çik se më gjatë shumë lart. Dhe jam me Bonën tani, edhe unë do ikim në shtëpi pim një kafe, se kishim ditë pa u takuar, dhe më tregoj për pushimet, pim një kafe dhe tani do ikim. Tregoja që mund të bëj njeriu dhe pushime ekonomike. Bona thot që njeriu mund të bëj pushime ekonomike, po do na japi detaje më vonë, se tani do ikim se ka zhurmë makinash. Thjesht donim t'ju përshëndesnim. Paçim. Dhe po marr misër, më vjen keq për të gjithë ju që jetoni jashtë shtetit e s'mund tani misra, sa të mirë pas kateta. E do robi një misër tani. Shko sa i miri. Sot për darkë do bëj fasule. Tani do skuq pak qep, selino dhe karrot.
do i skuq bashkë dhe pastaj do i hedh fasulen dhe do i le të ziejnë. Unë këto karrotën dhe selinon ja hedh fasulen se i kam shumë qef. Skuq në fillim qepën me të trija këto bashkë, pastaj pasi këto skuqen, hedh fasulet që i kam lënë gjithë natën në ujë. Fasulet që shkoqëm dije, fasulet e njoma, që kështu nuk besoj se duan shumë të ziejnë. Ja dhe darka ime me fasule, sepse unë nuk i dua me shumë lëng, i dua me më shumë kokra, i kam edhe tomate, speca. Ato specat i pas kam prerë pak të mëdhaja, po vetëm unë jam që kështu po ja bëj mallall. Dhe sallat me shumë qep, se fasulja do qep, dhe do i ha tani për darkë. Fasulet ishin shumë qishme, këto nëse s'keni provu ndonjëherë nga këto fasulet kështu të njoma, ua këshilloj se ishin super të shishme. All that I want is your touch, but good things come to those who wait. And baby, you're all I need. You're my everything, so let's keep it going, babe. Tani dola nga puna, ora është gati 3:30. Po eci në këmbë, se nuk që nga një ditë shumë me vap, pas shumë freskët, që nga shumë mirë. Unë jam veshur pak me mëngë të gjata dhe tani po nis po kem vap na që po mbjet dielli. Këtë fustani ja mora reja se ndërrova, i dash një pardesy dhe i mora këtë fustanin, ko ke motor kështu ndërroni gjëra, nuk e dia i ndërroni ju, ai vishni, ju shkeni motra të njëra tjetrës. Unë me rejan i ndërrojmë dhe i veshim gjegje kohës të njëra tjetrës. Sidomos tani që jemi larg pak më pak, po kur kemi pas qenë në një të shtëpi, valla nuk ekzistonte fjala imja jotja. Ishin të shtëpisë. Dona po ikin në shtëpi, jam pak si e lodhur, nuk e di, nuk që ngam shumë në Terezi. Do editoj videon që kam bë njofjen time me Andin, që kështu siguroni ta keni parë, se është hedhur të mërkurën, edhe këtë po bëj. Përjetuar një dhimbje sot në autobus në mëngjes, që unë e di sa shumë ka dëmbur. Isha unë të autobusi, ishte edhe një gocë tjetër, do të thënë ishin plot veta në autobus në Urban. Edhe ishte kjo goca, kishe veshur një paltaka nga ato me tak të holl, edhe nuk bahet, dhe autobusi frenon dhe kjo më shkel të gishti para fundit i këmbës. Thash se vdiqa. Ai shumë më ka dhëmur, më kap tër gishtin e para fundit, edhe kjo që më thot më fali, thash se më vdiqe, thash i kisha syt me lot, aq shumë dhembi. Edhe rria shkoja gishtin, thash, do plasi gjaku tani, do plasi gjaku, pastaj isha gjithë kohës. Edhe aq shumë dhimbë, desa se keni iden sa nuk e mbahet do të këmbën poshtë. Tani nuk më të më, po aq shumë brava, ju lutem kujdes në autobus se i tërmuat njerëzit. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't know. Dhe ja ku jam me Andin, e di qa më ndodhi tek marketi, isha ullur aty, po bëja live-in që shua të regova. Marketi më falni, te lokali, se kaloj motori. Edhe isha ullur aty, po bëja live-in që jam disa YouTube. Po shifra do motori, edhe më ra një nga ato, në ato reklamat, ato drujnë të mëdhenj. Dhe Sofi. Ke Sofi se zhvejnë sa tip milion. Po, reklama është drujnë me reklama. Me reklama më baje rajo nga muri dhe ra të ra mu të tavolina ime. Dhe unë ato moment që qyrë nuk isha telefonin aty. 900 lek telefon. Ando, imaginat kisha telefon duke bërë live. Si që ishu tramba Sa shumë. do vrisa a telefoni live. Po më ajo kompensati ishte, do të thënë po të më kapte në një cep, mendoj se do isha vrarë,
po isha shumë larg dhe na ramu fiks fare te tavolina, e disa frikshme ishte. Edhe kështu një do. Sot më ka ndodhur vetëm incidente. Ajo goca më shkeli me këmbë në autobus, një me tak të holl, më kapi gishtin e parafundit. Qa incidente o njerëz. O andi, disa më ka dhëmë shpirt. Tani po ikim te marketit, marrim diçka. E këtë tallet me limën time. O andi, do më mbash me lejs me limon mo. E di ti pra, me kërës. Qa do? Në lutëm. Më që marrë madhe për patatin, me ketchup. Po, se ja lë manga ti, faktikisht e përgjithsi. Edhe për i ma njerë si qeza. Edhe shire filmoj tjera. Thuti qa po. Barazi gjinore, Lali. Ja, sakt është barazi. Më bota 20 nga rëthova, ujle, iza, 4 bidona. Dhe ja ku dola nga puna, i bëra vetëm 6 orë isha sot. Po pres Suzana sa të marri lek dhe jam futur me një hije, se po pres të marri lek të banka, që të marri lek edhe për mua, se s'kam. Do më thënë sa të vidata vijat unë do jem shumë se pezu. Po s'ka gjë, se më mirë do bëhet, jam shumë e sigurt, sa erë fryti. Edhe po dalim, po ikim të Serafina, do ikim Serafina nuk e të mbaj mund të mirë si e ka. Edhe po ikim të marrim diçka me hëngër, edhe do vem të drejeri pastaj. Ja ku jemi, ushqimin e kishim bërë shumë të mirë, vëmë shënduar. Tani vjen momenti i faturës. Fatura normale. Preta shumë të tjekë faturës. Unë dhe Suzana nuk jam me Andin sot në këtë rrugë, po jam me mua. Me Suzanën. Do më thënë këtë lokalin, drejerin, që e kam treguar dhe të një video, ma ka tregu Suzana, se se mba jamin. Ne nuk do vem aty sot, do gjejmë një vend akoma më të lezetshëm, kështu më tha Suzana. Dhe ja ku është. E bebin t'jem 3 muajsh. Unë e kam 6. Dhe po ikim. Dhe ky është dreri, por nuk do ikim këtu, ne do ikim këtej larg që mezi duket na dielli. Po ikim, e kaluam këtu është dreri. Dhe kjo është Suzana. Edhe nuk e di. Jam duke i parë Ersi telefonin dhe gjendjen e saj të llogarisë bankare. Po e gjetë ti plaça unë, nëse di si kam pasuardhën e bankës. Më gjetë sigur që bërë pa kokës time. Edhe po ikim këtej, po bëjmë muhabet, po tregojmë historitë tona të fëmijërisë. Ha, më je përdojë. La 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 la.
Unë dhe Suzana kemi bërë një hecje pe 2 kilometra e gjysmë për të arritur te një vend që e pam para 1 kilometri. Jo, moj, Po, jemi të kemi arritur te ky Prince Park. Nuk e dim çfarë është, por që nga shumë e bukur. Do ua tregojmë dhe juve sa të perëndoj pak dielli. Sepse vjen dielli shumë keq për t'ua treguar, por që nga me vërtet shumë bukur. Ha, shife. Shife pra. Shife se kafe do më jap Suzana dhe më thanë qofse ke harxuar më shumë se 5.000 lekë, mirë ti gjej vend e futur. Aha. Cheers. Dhe e pim kafen dhe ishim së përfundim tek Sofrari. Shisa e bukur pamje. Kilometra më shumë. Po, dhe sa lekë ishte ujë Suzana? 1500. Po kafja? Se bash. Kafja ishte 1500, kurse cappuccino freddo 1500 lekë. Që sa e bukur është bërë Suzana? Është bërë e bukur. S'është vërtet, jam në gjendje tillë. Me lekët që more borç, mund të hash një panakota. Me panakotën do marrësh lekë të tjera për të paguar dietën. Edhe do prisësh edhe një muaj tjetër për rezultatin e humbjes në peshë. Kështu, më mirë ec, tret edhe atë sheqerin e kafes që pi dhe panakotën shifen në ëndër. Unë e piva kafe pa sheqer. Ah, sa bukur. Shikoni sa i bukur është lokali. Kam të çanta mirë. Ja foto që donte. Nuk e shikoni mirë sepse është një çift atje dhe ka një orë gjysmë që tallet dhe qesh me neve. E mbaruam edhe kafen, mbaruam dhe seksionin fotografik që asnjë nuk doli e hajrit, ja ku është. Kështu jemi tek rruga e Wrong Turn. Kush e ka parë filmin nga ju, jemi fiks dhe prisni të rejat nesër çfarë do ju tregojmë. Nuk e njoh këtë filmin. Është film. Me vërtet është bukur. Wrong Turn. Është thriller. Domo. Është kështu, me disa të rinj në pyll dhe i ndodhin gjëra të çuditshme. Këto jemi ne, mund t'ju tregosh pamjen para. Po do ua tregoj tani në rrugën dhe pse thot Suzana Wrong Turn. Ja, t'ua tregoj direkt. Vetëm sa ti ke kjo teta. E pim kafen, kafja vajti 5.000 lekë, fiks fare sa Suzana kishte taksur. Në tani rash në kokë. Suzana është shoqja më e mirë sepse kur ti je fukara në maksimum si puna ime, Suzana qeras. Është vërtet. Jam fare modeste. S'është fare modeste, po është shumë e mirë me vërtet. Që kështu t'ua tregoj rrugën tani se me vërtet po më nisin. Unë jam djakse, domethënë, unë kam frikë. Na filmat e frikshëm, Suzana më trembe. Shifni si ato rrugët që ndodhin. Ku është Suzana? Suzana është në kërkim të një shkopi për vetë mbrojnë. Ku është pas ka kem robi? Suzana, mos duhet të kthehemi në rrugë kryesore? Po shi se do bëhet natë. Shi sa çfarë rrugë? Hajde kthehemi në rrugë kryesore, hajde. Ja rruga kryesore, po lëm njerëzimin. Mendoni ju se është e sigurt që ne të vazhdojmë rrugën, bëni pauzë dhe komentoni poshtë. Kur kemi vdekur ne. U të thaf të goj. Ore me këto zhurmat kështu më ngjan si Xumanxhi. Tani jemi në një kryqëzim, ne do ikim poshtë. Këtej lart ngelim mister, çfarë ka? Uamini e donë. Suzana mezi po pret Opinionin. përputhen The Big Brother. Opinionin, po pres blend video. Nesër, sot sa do të thotë 2 për 1. 1. Nesër blend video.
Kurse unë nuk po pres të filloj asnjë. Pse? Sepse koha ime është shumë e limituar. Flet një njeri që punon 6 orë në ditë, ndërsa unë punoj 10 orë në ditë, edhe gjej kohë, edhe për ta guar ersin. O dashuria ime ti. Kjo është ironike? Me vërtet unë mendova se kishe seriozisht. Jo, po them ti ishe ironike, po ishte vërtet. Nuk e di tash Sweet. këtë rrugën këtë e gjeta unë. Kjo që nga bukur. Nuk e di ku po vem. Dhe mua më qerasen me një petull për Suzanën dhe për vete mora ide. Nuk e di a ka jashtë shtetit ide, ha e petullon. Shistat mira. Ta di gjenerove, si s'ka, ku ka këtu dhe ne? Shisaj që n'ka njërë, që Po. kësa një kumbull. Shistat mira duken. Guaj rapet, laj më mësë shuan, ku e mori. Edhe tani unë nuk e di se Suzana më tha mua si s'ka ide. Ka ide të shteti juaj që jetoni ju që jetoni jashtë? A ka ndalë akoma jo, më shkuani poshtë. Apo i quani Zinxife, unë i quaj Zinxife.